Urdhër ndalimi për aktorin e njohur turk ndërpret pushimet dhe kthehet me urgjencë në Stamboll. Aktori i njohur turk Burak Çelik është përballur me një zhvillim të papritur ligjor, i cili e ka detyruar të ndërpres pushimet familjare në Antalya dhe të rikthehet menjëherë në Stamboll. Media turke shkruajnë se ndaj aktorit ishte lëshuar një urdhër ndalimi për të cilin ai u njoftua gjatë orëve të mëngjesit. Çelik ndodhej me familje në Antalya, ku kishte zgjedhur të kalonte disa ditë pushimi pas një periudhe të ngarkuar profesionale. Menjëherë pas marrjes së lajmit, aktori organizoi rikthimin drejt Stambollit së bashku me bashkëshorten e tij, Ese Bayrak, e cila është në muajin e 7 të shtatzanisë. Për shkak të gjendjes së saj gjatë udhëtimit është treguar kujdes i veçantë, ndërsa çifti raportohet se ka ruajtur qetësinë pavarësisht situatës së papritur. Familja mbërriti në Stamboll rreth mesditës. Pas kthimit, Burak Çelik u takua menjëherë me avokatin e tij, me cilin diskutoi detajet e procedurës dhe hapat ligjor që do të ndiqeshin. I shoqëruar nga përfaqësuesi ligjor, aktori u paraqit më parë pranë komandës së përgjithshme të xhandarmarisë, ku dha deklaratën e tij para autoriteteve përkatëse. Procedurat dhe verifikimet ligjore zgjatën gjatë gjithë ditës. Pas përfundimit të tyre, Burak Çelik u la i lirë në mbrëmje dhe u rikthye pranë familjes së tij.